Një ish ushtar i forcës së sigurisë së Kosovës që kishte shkaktuar skandal pasi nuk u kthye nga një trajnim zyrtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është faqur me një postime në rrjetet sociale. Ai ishte pjesë e një grupi të FSK-s që po qëndronte në SBA për trajnim, mirëpo është shkëputur nga grupi dhe ka vendosur të qëndrojë atje, duke mos u kthyer në Kosovë. Lidhur me këtë rast, ministri në detyrë mbrojtjes Ejub Maqedonci deklaroi të martën se ushtari është përjashtuar nga FSK-ja dhe se janë iniciuar procedurat për kthimin e tij në vend. Është përjashtuar nga Kosova dhe janë iniciuar procedurat për kthimin e tij këtu. Nuk ka asnjë mundësi që dikush të qëndrojë ku shkon zyrtarisht si ushtar i Kosovës, tha ai në një emision televiziv. Ndërkohë, sipas informacioneve të siguruara nga mediat, bëhet fjalë për Edon Arifin, i cili së fundmi ka publikuar edhe një fotografi në Instagram, të cilën e ka shoqëruar me mbishkrimin "U myti Lemza".